Ngacmimi I fenomenit Shkodran Luiz Elli kundrejt bashkëshortes së tij Kiara Tito po bën namin në media dhe në rrjetet sociale. Si gjithmonë Shkodrani I zemrës ka arritur të shkaktojë pafund të qeshura me batutat e tij, të cilat duhet thënë se kanë pushtuar rrjetin ditën e sotme. Luizi nuk kishte se si të mos reagonte në një video që Kiara ka publikuar në profilin e saj Instagram, ku shfaqet duke u rregulluar dhe duke bërë make-up. Komenti I bashkëshortit të saj ka ardhur pasi ai ka parë se sa shumë produkte ajo ka përdorur për fytyrën. Madje mendja I ka shkuar sikurse I shkon një tipik shqiptari I thjeshtë. Ja se cili është komenti dhe batuta ikonike e fenomenit Shkodran Luiz Elli, a ka rrezik që të bllokohet bileta e dushit pastaj nga të gjitha këto? Ky reagim epik ka marrë vëmendjen e të gjithëve dhe ka përcjell pafund të qeshura në rrjet. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tyre kanë reaguar menjëherë pasi e kanë parë komentin e Luizit dhe kanë vërshuar me qindra pëlqime dhe mesazhe kundrejt tij. Shumica prej tyre nuk po e marrin dot veten nga e qeshura dhe duket që Shkodrani I zemrës tashmë I ka goditur edhe këtë herë me sensin e tij të humorit që askush nuk e priste. Detaji në videon e Kiarës nuk kishte se si t'i shpëtonte syve të Luizit, I cili gjithmonë di se si të godas me reagimet e tij duke e bërë publikun edhe më të tërhequr kundrejt tyre. Shumë prej njerëzve që e ndjekin fenomenin Shkodran kanë krijuar një mendim tejet pozitiv për të dhe çdo herë që moderatorja bukuroshe publikon diçka ata vrapojnë për të parë nëse ai ka komentuar, sikurse edhe bëri në postimin e fundit. Luizi vijon të tregoj se edhe me një fjali të vetme mund të gjallëroj gjithë seksionin e komenteve dhe të vjedhë vëmendjen në çdo moment. Madje edhe Kiara duhet të ketë qeshur pafund pas këtij detaji që Luizi e ka kapur dhe e ka kthyer publikisht me humor. Na mbetet të presim dhe të shohim se cilat do të jenë batutat e ardhshme të tij. E sigurt që do godas sikurse ka bërë për herë. Ndërkohë komenti I tij po qarkullon kudo nëpër media dhe rrjetet sociale dhe po e cilësojnë fenomenin Shkodran si artistin më spontan që Shqipëria ka.